Ju përshëndes të nderuar teleshikues, unë jam Albi Rakip, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim, teksa jemi njohur me titujt kryesor të lajmeve. Gjatë minutave në vijim do të ndalemi në një hapësirë të posaçme dhe do të diskutojmë sa i takon ndarjes nga jeta të Atit të Shenjtë, Papa Francesku, çfarë ndodh në këto momente me kishën katolike, cilat janë ritualet të cilat do të kryejnë sa i takon ceremonisë mortore, ritet e tjera të cilat do të shoqërojnë Vatikanin dhe Romën në këto momente me njerë pas ndarjes nga jeta të Papa Franceskut dhe çdo detaj dhe çdo informacion që lidhet me këtë ngjarje. Në një lidhje direkte nga Vatikani do të jem me kolegen Alba Kepi. Alba, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Faleminderit për ftesën. Alba, çfarë nuk shkoi me shëndetin e Atit të Shenjtë? Kemi informacione që gjendja e tij ka qenë e pastabilizuar që prej momentit kur shtruan në spitalin Gemelli, mjekët më pas thanë që gjendja është e qëndrueshme, u largua nga ambientet spitalore dhe në këto momente përballemi me ndarjen nga jeta të Atit të Shenjtë. Gjë e papritur edhe për faktin se pak forë më parë, pra ditën e diel, të ditën e Pashkve, ai kishte marrë pjesë në meshën e shenjtë në sheshin Shën Pietro dhe kishte lëvizur me papamobilen, pra me ato automjetin e tij për 15 minuta për të përshëndetur besimtarët që kishin mbushur sheshin Shën Pietro. Dhe papritmas mëngjesin e së hënës, kur vijonte dhe festimet Pashkve 2025, vjen lajmi se Papa Francesku ka ndëruar jetë. Në fakt që prej daljes nga Spitali Gemelli i Romës, pas mbi 4 javë që ka qëndruar aty, Papa Francesku gjatë ditëve pas daljes nga spitali ka shfaqur shumë herë se ishte i plogësht, ishte i lodhur, ishte vështirësi në frymëmarrje. Ma sa dimë se mjeku i kishte konsultuar të bënte të paktën 2 muaj pushim nga pjesëmarrja e tij në ritualet e përditshme apo në punën e përditshme si kreu i kishës katolike. Por ai nuk pushoi asnjë ditë. E kemi parë menjëherë pas daljes nga spitali, është rikthyer edhe pse në limitet e lëvizjes së tij fizike, pasi ditët e fundit dhe javët e fundit ai përdorte një karrocë me rrota, përsëri ka qenë, ka dashur të jetë pjesë e të gjitha ritualeve. Por faktin se viti 2025 është viti jubilar i Vatikanit dhe ritualet dhe gjithë eventet janë akoma më të shtuara në krahasim me një vit normal. Por dhe për faktin se dalja e tij nga spitali përkoi edhe me nisjen e festimeve të festës së Pashkve, gjë që ai kërkoi me pranin e tij të mos hiqte dorë. Të gjitha këto besoj se kanë rënduar jo vetëm gjendjen e tij shëndetësore, por duke pasur parasysh dhe moshën e tij 88 vjeçare dhe problemet që ka pasur të herpaseshme në frymëmarrje. Kujtojmë se Papa Francesku vuante nga diabeti tipi 2, vuante nga hipertensioni, pra nga tensioni i lartë, dhe kishte bronkoplazma që i shkaktonin probleme në frymëmarrje. Plus dhe moshën 88 vjeçare dhe ajo të gjendje të rëndë kritike për shëndetin që kaloi gjatë muajit të fundit, kanë influencuar që mëngjesin e ditës së djeshme, rreth orës 7:35 mëngjesit, të pësoj një iktus, gjë që çoi në komë dhe më pas probleme kardiovaskulare dhe në kolaps fetal të jetës pra dhe ndërimin nga jeta. E qartë, ndërkohë, Alba, me njerë pas marrjes së lajmit të hidhur, lajmit të keq të ndarjes nga jeta të Atit të Shenjtë, Papa Francesku, të reagimet kanë qenë të shumta, reagimet kanë qenë të menjëhershme. Dua të di pak situatën atje në Vatikan. Tu ka një kushtetut që quhet kushtetuta apostolike që ndjek në mënyrë rigoroze të gjitha rregullat, të gjitha normat, të gjitha ato adetet apo zakonet për ta shqipëruar që kryhen në rastin kur ndoron jetë një papa. Janë norma, siç e the ti në prezantim shekullore, por janë dhe norma të cilat janë rinovuar
vitin 2013 nga në vitin 2013 para se të merrte drejtimin e papatit të tij Papa Francesco dhe janë kryer nga Papa Ratzinger. Çdo gjë kalon përmes një riti mjaft rigoroz, duke cituar faktin se mbrëm edhe pse lajmin e kishin prej orës 9:50 të mëngjesit se Papa Francesco ka ndëruar jetë, u desh një event i përcaktuar mirë në këtë kushte të apostolike, kur në orën 20 të mbrëmjes, një ekipi i kryesuar nga një grup kardinalësh, po dhe nga sekretari i shtetit Pietro Parolin, dhe të gjitha ata të cilët ishin saktuar për të ndjekur administruar këtë situatë, mbërritën bujtinën e Santa Martës, aty ku Papa Francesco ka kaluar të gjithë papatin e tij, duke refuzuar apartamentin papal në pallatin apostolik, siç ishte zakoni dhe siç kanë përdorur të gjithë pavat e tjerë, për të verifikuar më saktë vdekjen e tij, vdekje që filikinë të cilës u bë nga drejtuesi i departamentit mjekësisë dhe higjienës pranë Selisë së Shenjtë, i cili lexoi motivin e vdekjes, atë që e thash pak më parë, pra ictus. Të gjitha këto duken gjëra, domethënë normale, pasi kishin disa orë që Papa Francesco që deklaruar i vdekur, por që Kushtetuta Apostolike kërkonte një ritual të tij rigoroz që certifikonte ndarjen e tij nga jeta. Dhe më pas, menjëherë pas këtij certifikimi, Selia e Shenjtë hapi vendin vakant për papën e ri. Dhe kjo është një tjetër ritual i përcaktuar në mënyrë rigoroze nga kjo kushtetutë apostolike. Pas këtij fakti kemi edhe hapjen e dokumentit mjaft të rëndësishëm që ishte testamenti i Papa Francesco. Pra, dita e djeshme, duke nisur prej orës 20 të mbrëmjes, duke nisur dhe me meshën e lutjes dhe gjithçka që pasoi, ka qenë mjaft aktive për të respektuar të gjitha rregullat e respektin që përmban ndarja nga jeta e një pape. Dhe vijojmë me ditën e mëngjesit e sotëm, ku në orën 9 të mëngjesit kongregacioni i kardinalëve është mbledhur dhe ka caktuar ditën e varrimit të Papa Francesco, ditë e cila është caktuar duke nënshtuar 26 prill në ora 10 të mëngjesit. Dhe më pas, me publikimin e mënyrës se si trupi i Papa Francesco do të mbërrijë nga bujtina e Santa Martës, ku është pozicionuar në kapelën ku ai lutej çdo ditë, përmes një peligrinazhi që do të nisë rreth orës 9:30 të mëngjesit të nesëm, do të përcillet trupi i tij për të pozicionuar në bazilikën e Shëmpjetrit, bazilikën qendrore të Selisë së Shenjtë në Vatikan. Dhe më pas në ora 11, këto janë dhe detaje që ndoshta po jap në mënyrë ekskluzive për ju, në ora 11 do të nisë dhe peligrinazhi i besimtarëve katolik. Trupi i Papa Francesco do të ekspozohet në atë arkivol të thjeshtë që ai ka kërkuar, jo në një pjedestal mermeri siç është zakoni edhe siç ka ndodhur me papat e tjerë, por ai ka kërkuar të jetë i pozicionuar brenda një arkivoli, si çdo besimtar i krishterë, do të jetë i hapur, por do të jetë mundësia që prej orës 11 me orare të kufizuara. Ndjes për ndërprerjen, Alba, nuk pritej gjë tjetër, sipas të gjithë udhëheqjes së tij, por edhe nga vetë vendi ku Papa Francesco vjen, por edhe mënyrën dhe qasjen e tij në drejtimin e papatit ka qenë nga ata njerëzit e thjeshtë, në një farë mënyrë konsiderohet papa i shenjtë, papa i njerëzve të thjeshtë, papa i popujve. E tregon dhe jeta e tij, papati i tij, fakti që zgjodhi të mos jetonte në pallatin apostolik, por të jetonte aty ku ai vinte dhe kalonte apo qëndronte sa herë që ishte në Rom, në bujtinën Santa Marta, e cila është një bujtinë e thjeshtë, e pozicionuar pak larg prej këtu, por që është një bujtinë ku flejnë dhe pusërinë të thjeshtë. Pra, fakti se ai zgjodhi qysh në mënyrën e jetesës së tij si papë, jo me privilegjet siç mund kishin çdo papë tjetër,
tregon se ai kërkoi dhe që papati i tij të kujtohej dhe të revolucionojë dhe Kishën Katolike pikërisht me thjeshtësinë e këtyre rregullave. Thjeshtësi që u pan edhe më mënyrën se si ai gjeti çestat e duhur për të hapur kishat katolike, jo vetëm në Itali, por kudo në botë, përmes thirrjes së tij se pavarësisht se ata persona të cilët ndjeheshin të përjashtuar nga besimi katolik, kishte ardhur momenti që në forma dhe mënyra të ndryshme të pranohen brenda kishës dhe të pranohen qoftë dhe për të një lutje të thjeshtë. Këto ishin ato momente të cilat shënojnë Papa Franceskun edhe në çdo vit kur e shikonim se ai shtronte një drekë për të pastrehët, për personat në nevojë, gjithmonë bënte ato lutjet, ato mesazhet e tij ndaj personave të cilët largoheshin konflikteve të luftës, pra emigrantëve, i largoheshin varfërisë, i largoheshin fatkeqësive natyrore drejt botës perëndimore për të gjetur një tarme më të mirë dhe gjithmonë në mesazhet e tij ishte mjaft i kujdesshëm të kritikonte dhe të silte edhe mesazhe kundër politikave me shpeshherë të ashpra të qeverive në përbot ndaj emigrantëve. Këtu ku ndodhem unë, nuk kemi mundësi ta shikoni, po pas telekamerës ndodhet një hotel luksos, 5 yje, që gjatë papatit të Papa Franceskut, ai e përshtati dhe ka vënë në dispozicion të njerëzve në nevojë për të personat pastre, të cilët për motive ndryshe mund të ndodhet në një moment të jetës, që nuk kanë shtëpi, nuk kanë mundësi të jetojnë dhe strehojnë këtu me ditë dhe mikpritjen pikërisht me kërkesën dhe vullnetin e Papa Franceskut që t'u jepet një mundësi në personat që cilët kalojnë në një moment të delikat dhe të vështirë të jetës së tyre. Ndërkohë, Alba, rritet e zi si pas informacioneve, janë rritet e cilat do të zgjasin për 9 ditë rresht, ndërkohë ceremonia e varimit dhe përsjellja për në banesën e fundit të Papa Franceskut do të kryhet të shtunën e 26 prillit. Ndërkohë, në këto 9 ditë zije për humbje nga jeta e Papa Franceskut, çfarë ndodh, Alba? Se kam përshtypjen do të jetë një proces i ngarkuar, do të jetë një proces i gjatë, do të jetë edhe lodhje për ju të cilët do të raportoni në kohë reale, por edhe një organizim i niveleve të larta. Padyshim janë, siç e the vetë, e ka parashikuar nga Shoqëtia Apostolike, ajo 9 ditorshi i duhur për të përcjell jo vetëm ceremoninë e varimit, por ato ditët e zis brenda serisë së shenjtë në Vatikan, për të dhënë nderimin e duhur kujtimit dhe shpirtit të Papës që largohet nga kjo jetë. Që në mbrëmjen e sotme, në orën 19:30, Sekretaria e Serisë së Shenjtë në Vatikan ka ftuar besimtarët katolik të bëjnë një lutje dhe të bashkohen këtu në sheshin Shën Pietro për të bërë një lutje për shpirtin e Papa Franceskut. Dhe padyshim çdo ditë do të pasohet me ato ritualet e lutjes dhe të pelegrinazhit dhe të omazheve që besimtar jo vetëm nga i gjithë territori italian, por nga i gjithë bota do të bëjnë për të nderuar figurën e Anës së Shenjtë. Ndërkohë dhe shteti italian me një vendim të Këshillit të Ministrave që mblodh sot paradite ka shpallur 5 ditë zi kombëtare. Do të thotë që deri ditën e diel, 5 ditë zi duke nisur prej sot. Deri ditën e diel, Italia është në zi kombëtar pikërisht për nderuar figurën e Papa Franceskut. Dhe qeveria Meloni ka lëvruar një fond prej 5 milion euro për të shtuar forcat e rendit dhe për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e besimtarëve të shumtë që dhe një ndihmë që jepet shtetit të Vatikanit në këto ditë ku do të parashikohet të jenë me qindra mira besimtarë që vinë nga i gjithë botë. Kemi edhe një konfirmim të personaliteteve që deri më tani kanë konfirmuar pra pjesëmarrjen e tyre ditën e shtunë në ora 10 në ceremoninë fitore, që prej natës orëve të vona të natës së shkuar në presidenti amerikan Donald Trump, që ka konfirmuar se do të jetë i pranishëm të shtunën bashkë me bashkëshorten e tij Melania.
është presidenti Gjerman, ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij, ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij presidenti francez Macron, presidenti brazilian Lula da Silva me bashkëshorten e tij, presidenti Argentinas, ka konfirmuar pjesëmarrjen mbreti dhe mbretëresha e Belgjikës, kryekomisionerja Europiane, Ursula von der Leyen, kryetarja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, kryetarja apo presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa. Pra janë emra të rëndësishëm që orë pas ore vijojnë të konfirmojnë praninë në këtë ceremoni. Ndërkohë do të kemi të pranishëm lider nga Shqipëria, Alba? Kjo besoj se mbetet në vullnetin e qeverisë shqiptare, pasi deri më tani nuk ka një konfirmim. Pra nuk kemi konfirmim të saktë të paktën nga pala shqiptare. Qeveritë e vendeve të ndryshme orë pas ore konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre. Për shembull, pak minuta më parë ka konfirmuar qeveria spanjolle që një delegacion spanjoll do të jetë i pranishëm në ceremoninë martore, pa cituar se kush nga kjo qeveri apo ky shtet do të jetë pjesëmarrës në ditën e shtunë. Mbetet për të parë se si qeveria shqiptare do të qaset me këtë ngjarje. E qartë, ndërkohë, Alba, çfarë ndodh me hapjen e testamentit të Papa Franceskut? Më thej që do të kemi një hapje të testamentit dhe çfarë zakonisht ndodhet në testamentin apo amanetet e fundit të lëna nga figura kaq të larta fetare? Testamenti është hapur në Brom, është bërë publik dhe testamenti konfirmon sigurisht thjeshtësinë e Papa Franceskut, duke mos pranuar të varroset në pallatin apostolik, siç ndodh me të gjithë papat, por të varroset në bazilikën e Santa Maria Maggiore, që është dhe celia qendrore e pishës romane. Pasi kujtojmë se Papa Francesku ka qenë dhe peshkop i Romës. Ceremonia martore do të zhvillohet ditën e shtunë, pasi të kryen të gjitha rritet këtu në sheshin Shën Pietro. Trupi Papa Francesku do të shoqërohet në bazilikën e Santa Maria Maggiore. Në këtë testament ai ka dashur, ka shprehur vullnetin e tij pikërisht për këtë vend të varimi, por ka kërkuar dhe që arkivoli i tij të mos pozicionohet siç ndodh zakonisht me papat mbi një piedestal apo mbi një altar mermeri, por ka kërkuar të jetë në kontakt të drejtë me tokën. I kishim edhe pamjet nga arkivoli aty ku ndodhej i ndjeri Papa Francesku. Ishte thjeshtësia ishte tepër e madhe, Alba. Po, padyshim, edhe fakti që në këtë testament shkruhet se shpenzimet e varimit të tij, nuk flas për këtë makinë të madhe organizative që është pas shpinës time, që merret në angazhimin e Serisë së Shenjtë në Vatikan për atë ceremoniale, por flas për ceremoninë e varimit pranë bazilikës Santa Maria Maggiore, do të mbulohet nga një besimtar o besimtare anonime e devotshme e Papa Franceskut dhe dakordsuar me vullnetin e Papa Franceskut që dhe ky shpenzim varimi të mos jetë në kosto në Serisë së Shenjtë në Vatikan, por të kryhet nga kjo besimtare e cila ka biseduar sa ka qenë Papa Francesku në jetë për këtë zgjedhje. Këto janë momentet kryesore të testamentit, por dim dhe se Papa Francesku, përveç një familje të madhe të besimtarëve katolikë, ka dhe familjen e tij të biologjike. Dim se ka një motor në Buenos Aires, një motor shtetit vjeçare, e cila do të jetë e pranishme në ditën e shtunë. Kjo është konfirmuar nga drejtori i zyrës së shtypit të Vatikanit. Motivi nuk është i qartë, por më shumë gjata, ndoshta mosha e tyre motrës së tij bën që ajo të jetë në mungesë në ceremoninë martore të ditës së shtunë. Ose mund të vi të vizitoj varrin e vllait të saj në një moment ndoshta më konfidencial
pa reflektorë dhe pa vëmendjen e të gjitha mediave. Alba, testamenti përbante vetëm thjeshtësinë e mënyrës së përcjelljes për në banesën e fundit të Papa Franceskut, apo ka patur edhe indicje të tjera mbase pse jo për pasardhësin e tij, se duhet të ndalem pak më vonë edhe tek pasardhësit, cilët janë kandidaturat kryesore, se më thej që është hapur vendi vakant, janë çelur kandidaturat. A ka patur indicje të tilla tek testamenti i fundit fillimisht? Jo, nuk asnjë indicje të tillë, pasi dihet se vota është sekrete dhe i takon kolegjit të kardinalëve, konklaves së kardinalëve, për të bërë zgjedhjen e papës së ri. Dhe këtu papa ka qenë mjaft i respektueshëm në kushtetutën apostolike. Është një normë strikte e kësaj kushtetute që përjashton çdo lloj zgjedhje apo orientimi tjetër, përveç votës 2/3 e votës së kardinalëve për të konfirmuar emrin i cili do të jetë papa i ri. E kuptoj, ndërkohë, cilat janë procedurat e zgjedhjes së papës? Do të jetë një procedurë e cila do të vijojë menjëherë pas 9 ditëve zgjedhje për humbjen nga jeta e Papa Franceskut, apo do të ndodhë në një moment tjetër? Se kam përshtypjen vendi nuk duhet të lihet bosh për shumë gjatë. Edhe këtu ka një rregull mjaft striktë që të paktën brenda 20 ditëve nga vdekja e Papa Franceskut dhe jo më vonë duhet të mblidhet konklave e kardinalëve. Do të thotë që parashikimet që ne kemi bërë, konklave mund të nisë që prej datës 5 maj dhe supozohet që do të mbyllet pra brenda pak ditësh të mbyllet dhe të jap emrin e papës së ri. Është një konklave mjaft e sekretuar, ku kardinalët hynë dhe nuk kanë as telefon, as internet, as gazeta pra të përditshme, dhe është një konklave e cila duhet të jap të paktën 2/3 e votave. Nëse nuk arrihet kjo, të gjitha skedat e votimit zgjidhen dhe të paktën në anën e majt timen, mes kupolës Bazilikës së Shën Pietros dhe një balkoni të vogël, qihet një xhak dhe pse ndoshta është pak larg, aty nëse nuk arrihet votimi i Papa Franceskut, do të dalit tunaja, votimi i papës së ri, do të dalit tunaja gri pra ose tunaja e zezë. Nëse do të arrihet zgjedhja e papës së ri, do të dali tunaja e bardhë. Mund të përcjell disa të zona. Janë rritje shumë të veçanta, Alba, rritje të cilat ruhen tashmë prej shekujsh. Pa dyshim dhe prandaj dhe për ta bërë më interesante, u jap disa të zona. Po. Janë gjithsej 252 kardinal që ka Kisha Katolike, me të cilëve kemi nderin që kemi edhe kardinalin shqiptar atë Ernest Simoni, por nga këta 252 dhe mes të cilëve dhe kardinali shqiptar nuk kanë të drejtë për të votuar dhe për të zgjedhur papën e ri pasi kanë kaluar moshën 80 vjeçare dhe janë vetëm 135 kardinal me të drejtë vote për të zgjedhur papën e ri. Dhe nga këta 135 kardinal, është kurios fakti se 108 janë emëruar kardinal gjatë papatit të Papa Franceskut. Pra gjatë 12 viteve që Kishën Katolike e ka drejtuar Papa Bergoglio. Dhe më pas duhet parë sa i takon emrave, se besoj se kurioziteti më i madh është se kush do ta pasojë ndoshta drejtimin e Kishës Katolike dhe sa e vështirë do ta ketë personi për të zëvendësuar ose për të vijuar apo për të zgjedhur një linjë më tradicionale dhe më fanatike të drejtimit të Kishës Katolike. Pasi dinë se Papa Francesku është gjithmonë cilësuar si një papa revolucionar, progresist, që mundi të gjejë dhe të ruaj ekuilibrin mes grupit të kardinalëve fanatikë dhe grupit të kardinalëve të cilët janë dhe vijojnë të jenë për rinovimin e Kishës Katolike. Dhe këtu ka një besoj një luftë të fortë pasi
kanë çdo kishë, çdo përfaqësi kontinenti me kardinalët e tyre, po kërkojnë që Papa i ardhshëm të jetë nga kontinenti që ata vinë. Kështu më kujtoj kemi kishën afrikane, e cila Ndërkohë Papa kërkon... Francesku prejardhjen e ka nga Argentina, mos gabohem, apo jo Alba? Papa Francesku është djali një familje emigrantësh italian nga Piemonte, ka lindur në Buenos Aires, në Argentinë, pra me Italinë, ai është Papa Argentina, por është me origjinë italiane. E kuptoj. Dhe në këtë zgjedhje, po thoja që kja ka dhe kërkesa, si që thash, kisha afrikane kërkon të ketë një papë të tyre, dhe është një nga emrat e përfolur, është kardinali i Kongos. Kemi kishën italiane, e cila thotë se ka ardhur momenti që pas disa papëve të huaj, si shkujtojnë Papa Gjompalin e dytë, Papa Ratzinger, Papa Francesku, të kemi një papa italian. Është kisha amerikane, që dhe ajo kërkon të ketë një papa amerikan. Kemi dhe kishën aziatike me një kardinal Filipinas, i cilën është një emër i mundshëm për të zgjedhur papa, dhe është sekretari i Shtetit të Vatikanit, i cili një njeri mjaft i afër dhe i besueshëm të Franceskut, që është Pietro Parolin, që mendohet se dhe ai është një kandidat i mundshëm për të qenë pra papa i 267 i kishës katolike. Pra në një farë mënyre kemi edhe një luftë që zhvillohet ndërmjet kishave në vende të ndryshme dhe kardinalëve të cilët do të kandidojnë, por duan që pse jo të jenë edhe papa i ardhshëm. Por çfarë kriteresh duhet të plotësojë një kardinal për të qenë papa i ardhshëm, Alba? Së pari të jetë kardinal, së dyti të mos ketë moshën mbi 80 vjeçare, mendoj se dhe mosha është mjaft e rëndësishme, pasi përpiqet, domethënë, të gjendet një papa i cili mos të jetë 78 apo 79 vjeçar, për faktin se synimi apo dëshira e prisit që do drejtojë kishën katolike duhet të jetë një person që të paktën të ketë disa vite në dispozicion për të orientuar politikën e papatit të tij, për të orientuar reforma që do të kryej dhe për të pasur një stabilitet të drejtimit të kishës katolike. Megjithatë, mbetet surprizë Albi, sepse eksperienca ime më ka treguar se kur u zgjodh Papa Francesco dhe ishte një nga më të mëdhenjt në moshë, ishte 76 vjeçar në 2013, ishte një nga emrat e përfolur, po jo nga emrat më të mendueshëm dhe më që supozohej që duhet të ishte Papa Francesco. Prandaj them se dhe nuk dua ta quaj luftë, por dhe ajo gara mes kardinalëve është jo vetëm territoriale, gjeografike, për të pasur një papa nga zona që ata janë apo vinë, por edhe mendoj se zgjidhet shumë edhe është e fortë edhe gara sa i takon rrymave që ata përfaqësojnë, rrymave progresiste, revolucionare, rrymave më fanatike, më tradicionale, rrymave që janë më të ekuilibruar. Për shembull Pietro Parolin, sekretari i shtetit, komentohet se është një figurë mjaft diplomatike që në këtë moment të kësaj situate të ndërlikuar geopolitike dhe me konflikte të hapura në përballë, ka konflikte lufte, duhet një person mjaft diplomatik që të krijojë dhe të vijojë rrugtimin e pavarësisë. Po Alba, jemi sërish në komunikim drejt për drejt. Patëm një shkëputje të vogël, por gjithsesi jemi okay në këtë moment. Për të krijuar pra atë rrugtimin e Papa Franceskut, për të vendosur uralisë dhe jo mure, për krijuar dialogun. Unë kujtoj mesazhin e fundit Papa Franceskut, i cili ka bërë thirrje se nëse flasim për armë, nëse flasim për konflikt, nëse flasim për luftë, nuk do të ketë kurrë paqe. Dhe prandaj janë tema delikate dhe që merren ndoshta në vëmendjen dhe të kardinalëve, të cilët ka një peshë të madhe për të zgjedhur papën e 267 kishës katolike. Ndërkohë, për çfarë do të mbahet mend Papa Francesku, Alba?
Unë duhet ta nis me Shqipërinë, në fakt, sepse duhet ta nis me kujtimet edhe me rolin që ai pati dhe tek besimtarët dhe tek populli shqiptar, për faktin se zgjodhi Shqipërinë për të kryer udhëtimin e tij të parë në Europë. Zgjodhi Shqipërinë Edhe në udhëtimin e tij të parë zyrtar si pap. zyrtar, po patjetër, por në Europë mund të zgjidhte edhe vende të tjera. Zgjodhi pikërisht Shqipërinë për faktin se mendoj se ishte një vend i vogël dhe për faktin e historiku të Shqipërisë, pasi kemi parë se në papatin e tij një nga momentet më emocionuese ishte kur ai vendosi që 38 klerik shqiptar të burgosur, të përsekutuar, disa dhe të viktima të vrarë nga diktatura komuniste të bëheshin martirë. Pra, erdhi ky martirizimi i 38 klerikëve në një moment ku ndoshta dhe historia dhe politika shqiptare kishte harruar. Dhe ky gest ishte mjaft domethënës të Papa Francesku. Po ashtu, unë kujtoj të paktën raportin me Shqipërinë tonë, momentin kur ai vendosi që Madre Teresa e Kalkutës, pra Nën Teresa, të shpallej shenjtëri. Dhe fal papatit të tij, ne sot kemi një shenjtëri shqiptare. Unë do të kujtoj Papa Franceskun për te asaj që ka thamë deri më tani për reforma që bëri në denoncimin edhe në e hapur dhe mbrojtjen e viktimave të skandaleve dhe abuzimeve seksuale të shoqërinëve. E kujtojmë për kërkesën e llogarisë dhe transparentës që ai vjoj në papatin e tij ndaj York, që është Banka e Vatikanit. Unë do e kujtoj edhe për momentin delikat që kaloi globi, për momentin e pandemisë globale. Kujtojmë një Papa Francesku në momenti kur pandemia e Covid ishte në kulmin e saj, ai i vetëm festonte festët e Pashkëve duke ecur pothuajse i vetëm në të shesh të Shëmpjetrës ku nuk ishte asnjë besimtar. Kujtoj ecjen e tij në këmbë në Via del Corso këtu në Rom për të lutur në një kishë domethënëse që quhet Kisha e Mrekullisë, për të luajtur, për të lutur, për të kërkuar shpëtimin e botës nga kjo pandemi globale. Dhe kujtoj dhe të qartë në tij me mesazhe forta për mbrojtjen e çdo emigranti, qoftë ilegal, cili vë jetën në rrezik për të kaluar detin me zë, ka përcuar detin me zë, apo për të larguar nga luftrat, nga fatësitë natyrore, për të larguar nga persekutimi racor, etnik, dhe për të gjetur një shpresë më të mirë. Pra, janë momente të cilat të i shtohen të gjitha reformave që Papa Francesku ka bërë gjatë patit të tij. Dua të nënvizoj dhe thirrjet e tij, lutjet e tij, mesazhet e tij ndaj mbrojtjes së familjes dhe ndaj dialogut që kërkonte që të kishin fëmijët, prindërit me fëmijët, duke u shprehur shumë herë se jeta e vërtetë nuk janë social, nuk është teknologjia, por duhet më shumë komunikuar për fëmijët, për të evituar ato orët e gjata në telefona, apo në iPad, apo në kompjutera, mesazhe që shoqëria moderne i kërkon dhe sot, ku shohim se gjithnjë më shumë bëhet dhe vijon të jetë larg dialogut apo me peshën dhe rëndecën ndaj familjes, pikërisht një marrëdhënie e tillë. Mendoj se ka shumë për të thënë, por këto janë ata që këto momente që më vinë në këtë moment dhe dua të thoya. Alba, ndërkohë di që ka patur edhe një takim mes teje dhe Papa Franceskut. Të lutem, doja misisht të më tregoje si moment, si ndjesi, çfarë ndjesie ka një individ kur takon një atë të shenjtë, aq më tepër kreun e kishës katolike? Unë kam takuar 2 herë, herën e parë kam takuar pikërisht në 2013, pas zgjedhjes së tij si Papa Francesku, kur u deshën disa javë të gjata, atëherë në një moment mjaft delikat, ku thënë se sikur më parë një papa kishte vënë dorëheqje, edhe për këtë dorëheqjen e Papa Ratzinger,
gjë që impenjoja shumë siç sot me qindra gazetarë nga gjithë bota për të ndjekur jo vetëm procesin e gjithë ritualit dhe asaj çka do të ndodhte kur do hiqej një pap, që na gjithë të pa përgatitur, ashtu dhe deri në disa sëmnaja gri dhe zgjedhja në fund të Papa Franceskut. Dhe pas zgjedhjes, pas marrjes së papatit, ai kërkoi një takim me gjithë gazetarët, reporterët, korrespondentët të cilët kishin ndjekur këtë proces. E kemi takuar, ka qenë një takim më i zgjeruar. Dhe ka dyshim fjalët e tij në të takim dhe qasja për të parë me një papa ka qenë vërtet emocionues. Po takimi i dytë ka qenë në vitin 2018, akoma më emocionues për mua, ka qenë një takim mjaft i ngushtë, ka qenë me një grup gazetarësh të huaj në Itali, kemi pasur mundësi të kemi një mesh me Papa Francesku, të takojmë, të japim dorën, të shkëmbejmë pak fjalë me to, dhe në fjalët e mia unë i kam thënë pikërisht se vi nga vendi i Nën Terezës, vi nga shëntoria shqiptare, vi nga Shqipëria, nga ky vend i vogël që ju e keni vizituar në 2014 dhe kujtoj fjalët e tij. Së pari kujtoj vështrimin e tij, një vështrim i butë, me mjaft mirësi që kërkonte të sillte edhe me shikim atë gjestin e tij humanitar. Por kujtoj dhe fjalët e tij që i kam dhe sot i përdor shpesh edhe në punën time, se duhet përdoren fjalët si përdor një kirurg bisturin, të jenë të mprehta për të zbardhur të vërtetën dhe për të goditur aty ku duhet goditur, pa dëmtuar një organ tjetër, pa dëmtuar pra personat pafajshëm, pa dëmtuar siç ndodh me bisturinë e kirurgut një organ tjetër që ndoshta nuk është i sëmur. Pra, këto janë kujtime që unë i jap një vlerë më të shtuar dhe për faktin se jam shqiptare, duhet ta përmendim se kemi një kulturë të pastën, kjo na ka shpëtuar deri më sot të kemi një bashkëjetesë fetare mes të mjaft të shëndetshme. Pra, unë edhe pse jam në besimet musliman, qysh në vitet që jetoj e punoj në Rom, festoj të gjitha ritualet e kishës katolike, festat e tyre, dhe ky vend më ka dhënë kulturën dhe edukatën për të njohur më shumë dhe besimin katolik. Dhe kjo është një vlerë e shtuar duke pasur parasysh historike. Shqipërisë nga vend dhe Amerikë, të bashkët stafetare, sidoqofshin momentet historike të vështira që ka kaluar Shqipëria, nuk ka qenë dhe nuk është përdorur për të shkatruar apo të prishur harmoninë me njëri tjetrin. Alba, pse ka patur një vëmendje mbase të shtuar apo një interes edhe pak të veçantë Papa Francesku për Shqipërinë? Mos vallë ky interes vjen për shkak se ka qenë vendi i parë që ka vizituar zyrtarisht si kreu i kishës katolike. Çfarë tjetër ka lënë të nënkuptoj Papa Francesku gjatë takimeve tuaja? Mendoj se ka zgjedhur Shqipërinë pikërisht për zgjedhjen që bëri ai në momentin që mori papatin. Pra, ai vendosi të vizitoj për herë të parë një vend të varfër, një vend me një histori të dhimbshme, një vend i cili nuk është një ekonomi e zhvilluar, por një vend i cili ka një histori të bukur, që është bashkëjetesa fetare. Dhe kjo vizitë u përpoj që të shpejtësoj se është shtyrë të vizitoj Shqipërinë në 2014 pikërisht nga këto motive. Dhe kjo është një vlerë e shtuar që jep figurës së tij, dhe është papa që mundi të dialogoj dhe aty ku nuk kisha katolike kishte shekuj që nuk krynte një dialog, kujtoj takimin e tij me imamin e madh Al-Azhar,
në vitin 2019, pra vendosi një dialog me komunitetin musliman. Kujtoi Papa Francesco, i cili vendosi raporte pas shumë dekadash të jo të mira me patriarkatin ortodoks rus. Pra të gjitha këto e bëjnë akoma dhe më nënvizuese rolin që ai luajti dhe peshën që ai pati dhe për dialogun dhe harmonin botërore. Alba, shoh që ka një grupim shumë të madh, një numër të konsiderueshëm të njerëzve pas shpinës tënde, pra në sheshin e Shëmpjetrit, janë pjesë e organizimeve sa i takon këtyre 9 ditë zije për humbje nga jeta të Papës, janë vizitorë të cilët janë kureshtar të shohin atë se çfarë po ndodh. Ma spjego pak me fjalë të thjeshta për ta përfunduar së bashku këtë hapësirë, pasi ka qenë një kohë relativisht e madhe dhe nuk duaj që të pengoj më shumë gjatë minutave në vim, se do të jenë ditë tepër të ngjeshura dhe tepër të ngarkuara. Ku ndodhen, është një zonë e rezervuar dhe çfarë shikoni pas me janë kolegë, një reporter, gazetar, korespondent, operator, që kanë ardhur nga gjithë bota. Pra këtu ku jemi ne është zonë e rezervuar. Rreth e qarkmeje, në kanale dhe në korridore të përcaktuara dhe nga forcat e rendit, kalojnë besimtarë të shumtë, të cilën i afrohen Bazilikës së Shëmpjetrit, por nuk i afrohen shumë, pasi janë bërë transena hekuri për të garantuar dhe rendin dhe sigurinë, pasi kujtojmë se nesër në mëngjes këtu do të mbërrihet trupi i Papa Franceskut. Ndërkohë, pothuajse në pika të ndryshme të Vatikanit janë pozicionuar dhe janë hapur çadrat e Departamentit të Mbrojtjes Civile, i cili ka vënë në dispozicion jo vetëm ujë të pishëm, por garanton dhe asistencë ndaj besimtarëve të cilët janë shqetësuar apo ata që kanë probleme shëndetësore. Ka padyshim edhe grupe vullnetarësh, jo vetëm nga kisha të ndryshme që vijnë nga territoret të ndryshme të Italisë, nga rajonet të ndryshme të Italisë, por ka edhe grupe besimtarësh të cilët përfaqësojnë urdhra të ndryshëm fetar dhe vinë këtu me mesazhin e tyre të lutjes ndaj shpirtit të Papa Franceskut dhe të nderimit të figurës së tij. Ndërkohë, ku mbërrin trupi i Papa Franceskut ditën e nesërme, Alba? Në orën 9:30. Por që në orën 8:30 tu bllokohet gjithçka dhe nesër do të jetë një ditë mjaft impenjative dhe për garancinë e rendit dhe sigurisë publike. Pra mbërrin në Bazilikën e Shenjtë. Në ora 9:30 vjen nis pelegrinazhi nga Bujtina e Santa Marta, ku ndodhet aktualisht trupi i Papa Franceskut, në atë foto që ju keni shpërndar që shohim Papën në Artivol, ai ndodhet në kapelën e Bujtinës Santa Marta, është kapela e lutjes ku ai lutej e falej çdo ditë në atë bujtin, pasi ishte dëshira e tij që të qëndronte aty. Dhe nesër prej orës 9:30 nis ceremonia e pozicionimit të tij nga Bujtina Santa Marta në Bazilikën e Shëmpjetrit. Dhe pas trupi do të vijojë të qëndrojë po në Bazilikën e Shenjtë deri në ditën e varimit, apo jo, Alba? Deri ditën e shtunë në ora 10, kur do të nisë dhe ceremonia solemne e varimit të Papa Franceskut. E kuptoj. Alba, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet që ke përcjellë në këtë transmetim të drejt për televizionin Fox News. Ishte kënaqësi dhe nuk më mbetet gjë tjetër veç se të uroj punë të mbarë gjatë orëve, ditëve në vijim, me shpresën që do të shihemi sërish së bashku gjatë këtyre ditëve për të përcjellë edhe më shumë detaje pse jo nga i gjithë ky proces. Por edhe patjetër më vonë edhe në përzgjedhjen e Papës së ri. Dyshim do jetë një proces i gjatë që përkon edhe me fushatën elektorale në Shqipëri, po të shohim si do të vijojnë ngjarjet, por me shumë gjasa ndoshta do të kemi një Papa të ri, mendoj nga data 10-11 maj, sipas parashikimeve që ne bëjmë. E kuptoj, pra edhe ne këthe do të kemi punë të dyfisht. Padyshim. Të falenderoj edhe një herë, Alba, është kënaqësi si gjithmonë. Punë të mbarë.
Mirë të nderuar teleshikues, kemi qëndruar deri në këto momente në lidhje të drejt për drejt nga Vatikani me gazetaren Alba Kepi, e cila ka përcjell në këtë transmetim të drejt për drejt çdo detaj dhe informacion i cili lidhet me të gjithë procesin, me të gjitha ritualet e përcjelljes për në banesën e fundit të Atit të Shenjtë, Papa Franceskut, i cili u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Gjatë gjithë kësaj hapësire kemi patur mundësi të njihemi me ritet e veçanta, me mënyrën e përcjelljes për në banesën e fundit të Papa Franceskut, por edhe atë se çfarë pritet të ndodhë në vijim me kandidaturat dhe përzgjedhjen me vot të fshet nga ana e kardinalëve për papën i ri, i cili do të marrë drejtimin e kishës katolike. Mbase, sipas raportimeve të Albës, do të kemi një papë të ri në datën 10 ose 11 maj, gjithsesi kjo mbetet për të parë, për të zbuluar gjatë gjithë këtij procesi. Ndërkohë, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare.